Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Madhrojmë Allahun azza wa jalla, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e ditës së gjykimit, mëshiruesin, mëshirbërësin, ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë i pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në ligjëratën e kaluar kemi filluar të cekëm një rast, një tregim që ka ndodhur për një person, një djalë të ri, i cili ka pas punë me një mbret edhe me një magjistar. Ka qenë i një ummetit para ummetit tonë, para dërgimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më saktësisht thuhet se ka qenë mes kohës Isës alayhi salatu wassalam dhe kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka qenë pasues i fesë së Isës alayhi salatu wassalam, edhe pe tregimet e kupton që realisht, domethënë kë ka qenë i udhëzuar dhe ka qenë në atë qysh e kalon Isa fenë e tij, pa qenë këto devijimet që i janë futur fesë krishtere, trinitete e të ngjashme, nëse kuptohet për tregimit se ky djali po edhe dietari realisht flasin për një çështje se çështja është në dorë të Allahut azza wa jall, edhe shërimi dhe smundja e kështu me radhë. Dhe jemi ndalë te tregimi duke folur edhe duke nxjerrë ursi prej këtij tregimi të çështja kur ky djali është ballafaquar rrugës me një kafshë e cila ja u kishte nxënë rrugën njerëzve, që realisht i vjen një shanse e mirë këtij djalit me provu se cila është në rregull, a është ajo që të mësu te sihirbazi, a është ajo që të mësu te dietari. Edhe kur e godet atë kafshën, thot në qoftë se çështja e këtij dietarit është më e dashur te ti, atë e largon këtë kafshë për rrugës, edhe e mbyt atë kafshën. Edhe jemi ndalë të kjo pjesë dhe kemi treguar se si i ri e ka pasë dy sene janë të kundërta, nuk bashkohen. Ajo që mësohet te sihirbazi është e kota e pavërteta, devijimi, ndërsa kjo që të mësu te dietari është udhëzimi dhe vërteta. Edhe këto dyja nuk bashkohen. Qysh ka herë njerëzit dojnë mi bashkue kotën edhe të vërtetën. Dy edhe mira e keqe nuk bashkohen. Ti mundesh në kokën tënde me i bashkue, me pas tendencë me i bashku praktikisht. Mirë po të njerëz që kanë domethënë natyrshmëri të shëndosh, që kanë besa dhe mendje të shëndosh, e kota dhe e vërteta nuk bashkohen. Edhe kjo ka bë këtë provim edhe ka pa që realisht çështja e dietarit që ka me sakt edhe me vërtet, nga se faktikisht ju realizue qëllimi që e pat. Edhe vjen mëse që i ndodh kjo, i tregon dietarit që i ka ndodh. Edhe çfarë një farë mrekullie që i ka ndodhur domethënë këtij djalit me atë kafshën, dhe se ajo kafshë ka qenë rrezikshme, jo ka nxënë rrugën edhe e ka mbyt. Këto dietarët e cekun një çështje se njeriu kur të bën një punë të mirë, se realisht ja u ka shruar udhën aty në personave sene, qofse ka nevojë për me treguar atë punë të mirë, si në rastin konkret ky djali po ja tregon këtij dietarit këtë punë që i ka ndodhur me atë kafshën, jo pse më burr atina se çka bona, çka kam arrit, por realisht në farforme mi tregu hall se çka ndodhi. Ose edhe ndoshta me informuar se realisht në farforme e kam pas si sprov edhe provova cili është me rregull ajotja atina dhe pash që rruga jote është domethënë më
më e drejtë dhe më e vërtet. Pra në kësi rastesh, kur ka nevojë njeriu me përmend të mirën që e ka bë, nuk prish punë, qysh ka vepruar ky djali, mirë po kur i ka të treguar djetarit, tash djetari pi i thot që ti tash je bë më i Zotit se on, ama ki mu sprovu, edhe mos i trego as kujt për mu, se realisht ku je të mësu e kush ta mësoj që të punë. Pra thjesht, kjo thojnë dietarët, fillimisht tregon se njeriu duhet me qenë gjithmonë modest. Edhe ai i cili është profesor, edhe ai i cili është mësues, edhe ai i cili është hoxh, edhe ka nxënës dhe mëson, e ka mundësi dhe shpesh ndodh që nxënësi me qenë edhe më i Zotit, se mësuesi vet, se profesori vet, mos më ardh mërzi që realisht me ja dhënë që thënë dorën, me shtë dorën, me kuptu se realisht dikush ka arrit një gradë më të lartë se ti. Dhe kjo është për modestisë dhe thjeshtësisë edhe përulësisë që ka mundësi njeriu me pas se ky djetari për thot që realisht ti e bën më i Zotit se on. Kjo është më ia tregu të vërtetën. Edhe këtu thonë dietarët nëse ka nevojë me livdu një njeri në parasysh, realisht nuk prish punë, qofse faktikisht ka nevojë edhe e din që nuk ka të keqe që ka mundësi me hije në mendje madhësia ti je që po e livdoni kështu më radhë. Mirë po me largu këtë dyshimin dhe mendje madhësisë, se ti je bë më i mirë se on, mja balancu tash këtë punë, që ti je bë më i mirë, ama kjo punë ka kostën e vet, kjo mos provu. Pra thjesht mos rritet mendja në farforme se ti je bë tash më i mirë se on, edhe faktikisht e kime pas të shtruar rrugën me lula, edhe domethënë gjithmonë kime pas të mira dhe begati dhe vlerësime, mirë po dije që kjo mirësi që du ka dhonë Zoti ta ka dhonë, realisht ku me pas kostën e vet dhe kime pas provat domethënë që të pasojnë, nga se kjo është ligj që Allahu azza xal mbi bazë sajna e bën që me funksionu kjo gjithësi. Edhe në ajet kuranor ka thonë hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. A keni menduar me hinë xhenet pa ditë Zoti kush është pe juve që bën domethënë sakrificë lufton kush është sabërli. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A ka menduar njerëzit që mu lanë me pretendu se janë besimtar e mos provu hiç. Realisht domos prova është ajo që i sqaron se përndryshe këtë me gojë kishën mujt me thonë jam musliman, jem njeri mirë, njeri më drejtë e sana, mirë po, kur vovin ato sprovat, ato provime tanë shënjire për edin dhe më thonë që cilë është qa që burri mirë, cilë është dhe më thonë musliman i devat shumë me kështu me radhë. E realisht, kur njeriu bëhet i mirë, e Zoti dënë me uzu, do të me di që është edhe tabori tjetër, dhe më thonë i të kotës edhe pasuzve dhe më thonë shejtanit, që realisht këta gjithmonë e kanë atë dy luftimin mes vete, edhe gjithmonë i mirë ku me qenë në sprovën këtë dunja, që me dhënë provimin që nesër për Allahu azza wa jall me dal i pastër dhe mu shpërbly të Allahu azza wa jall. Mirë po ja thot një fjalë, thot mos e informo askënd për mu. Mos e informo askënd për mu. Realisht për kësaj dietarët thonë se duhet mu marr që njeriu se kur e din se ky djali kish me i tregon mbretët e mbretja ka fe tjetër, sa i pretendon që është vetë Zot. E ky dietari domthon që ka gjallë, edhe për mëson njerëzit domthon se nuk do të më adhuru mbretin, e nuk është mbreti Zot, mirë po është domthon një Zot i gjithësisë, krijuesi i gjithësisë, që ai vetëm meriton të adhurohet. Faktikisht e ka ditë se kjo ku më pas domthon atë problemin e vet që do të ballafaqohet nesër me mbretin, edhe do të ballafaqohet ndoshta me ekzekutim që ka ndodhur në vazhdim. Edhe nuk është kjo prej frikës, po kjo është një mësim që duhet me pas secilin në kokat dhe mendjet tona, se njeriu në parim nuk duhet mi kërku sprovat. Nuk është qëllimi njeriu që mos provu, për hije dhe më thonë, për bëj këta, ti bëni punë të mira, qofse vinë sprovat ti bë sabër. Ama fillimisht që thëna mos i provokatis dhe më thonë senet. Mos i provokot gjërat që tash mos andejnë me të ardhë, me të shtrëngue, ose mu u ballafaqu me diçka që dhe më thonë nuk ka mundësi mu ballafaqu me bë sabër. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë mos i lëpni luftën. Ma qoftë se ballafaqoni me të, dhe më thonë bëni sabër.
Ka në hadith tjetër vërtet pejgamberi sa më ka thonë, nuk i takon besimtarët me nënçmu veten. Ka thonë ja Rasulullah, çush e nënçmon veten? Thotë e nënçmon veten kur e ngarkon veten më tepër se ç'mund të më bajt. Njeriu nuk duhet me kërkua sa që s'mund të më bajt. Po i kryen obligim me çaj i kërkohen e është ligj thash që ki mos provu. Mirë, po ti sprovën mos e provoko që domethënë me u sprovu e ndoshta nuk mundesh me u ballafaçu. Në çështje që e ka cekë domethënë kjo hadith se ju ka drejtuar ky dietari djalit i ka thonë o djali im. Në shariatin ton nuk lejohet mu birsu fëmia në të aspekt që me marrë një fëmijë që s'është biologjikisht joti edhe me adaptue 100% edhe thjesht me ja atribu vetes si me kon djali joti. Edhe me thonë filoni djali filonit. Në shariatin ton kjo nuk lejohet. S'prish punë mua birsu ose më adaptu fëmija, të mund se të kanë metë para prejnë dhe shto me radhë, e në prindje s'ko do më një qeft nuk ka fëmije se në e marë, po realisht kur rritet një kohë që mundet me i kuptu gjërat, është mirë me në tregu se faktikisht nuk është, nuk jem baba jo të biologjik, se realisht këta e zakonisht e marrin vesh, po e marrin vesh për, për rrethet e sene, kështu që me rrugës është mirë tregue, edhe vetë mos me e dit njerëz që është djali jot, se s'është djali jot biologjik, po edhe ati me tregu se është i birsum apo i adaptum e nuk është djalë i tij biologjik, nga se në shariatin kon ka thonë me ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Thirrni në emën baballarëve tyre, kjo është më e drejtë te Zoti. Fa lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum. Nëse si aldeni se të fëmijët kuna janë, më thonë se në ka mundësi me kon fëmijë jashtë martesor, e kështu me radhë, atëherë dini se janë vëllezërit e juaj dhe janë domethënë mawalikum, domethënë si më thonë rob të juaj në fenë tuaj. Mirë, po këtu i ka thonë ja bunej, i ka thonë djali im. E thonë dietarët nëse i thu dikujna o djali im, e ki fjalën si përkdhelbje, apo i thu dikuj o prindi im, e ki fjalën ose nëna ime, një grus të vjetër ose një shty mosh, nuk e ki për qëllim absolutisht as aspektin e prindërimit, po ki fjalën si respekt, apo të fëmija thash si përkdhelje, realisht dietarët thonë në kësi raste domethënë nuk prish punë. Masandej ka vazhduar ky djali dhe tregohet mbasi që e ka informuar se ki mos provue edhe mos i informas kanë për punën time. Tregon hadithi pejgamberit sa se ky djali ka shërue njerëz të cilët kanë qenë me mec që s'kan fol, edhe el ebras i thonë gjuhë shqipe lebroz, e keni pa një smundje që i godet pigmentet e ngjyrës lëkurës që fillojnë mjë zbardh, dhe më thonë fillimisht fillojnë pe i gishtrinjve, gjymtyrve, në pjesë ndryshme e senet të trupit. Që kjo është lebras, që kjo është lebroza, realisht kë nuk ka konë që vetëm këto i ka shëru, si kuptohet ka shëru edhe se në më të thjeshta se kjo, mirë po i ka cej këto dyja që realisht as për atë kohë, për besa as kohën tonë nuk ka, dhe më thonë, dhe një ilaç apo një shërim, dhe më thonë edhe pse ne e dim shëriatin tonë që s'ka smundi vetëm se ka ilaçin, po unë e diti kush e diti, e dikush nuk e din këtë punë. Mirë po edhe atëherë, edhe në kohën tonë, akoma nuk ka zgjidhje për këto raste, sidomos domethënë të çështja e Memecit, domethënë nuk ka domethënë zgjidhje sot asaj dite, me tregu se realisht ky djali përveç që shëron smut, i shëron dhe smundje të rralla, si rasti me këtyt folërt me Memecit apo ati lebrosit, domethënë i cili ka problem me ngjyrën e lëkurës, edhe këtë nuk e ka bërë duke përgatitur domethënë ilaçe popullore, po ka mjaftuar vetëm me i prek trupin e tyre, gojën e tyre, apo domethënë pjesën ku ka qenë domethënë e smundje, edhe me lejen e Allahut Azza wa Jall me u shëru. Ka dalë zoni këtij djalit që po i bën këto punë, ka qenë një këshilltar i mbretit, i cili i zhverbru prej moshës, merr hedije, dhurata, jo një, po shumë, edhe i afrohet t'i djalit dhe i thotë qëra pishe qëto hedije, qëto dhurata, krejt jenë për ty qofë se më shëran. E ky djali i thotë se nuk shëraj. Allahu Azza wa Jalla është ai i cili shëran.
Qofse dën mu shëru, besën Allahun Azza wa Jall edhe me lejen e Allahut Azza wa Jall ki mu shëru, edhe kështu ka ndodhë. Mirë po, rasti që duhet me përfitu për këtaj punë është kjo. E para, njeriu do të me kuptu edhe këta që do më thonë lexojnë Kur'an, edhe këta që bojnë rukje e që frynë njerëzve hallegjije që kanë do më thonë telashe, probleme, sene. Duhet edhe vetë, edhe atyne që vinë taj, mi i informua se nuk kanë kur gjë në dorë, nuk janë ma special, nuk janë ma devotshëm, nuk janë ma burat mirë se tjerë. Thjesht kjo punë është në dorë të Allahut Azza wa Jall, ne vetëm duke bë një lutje, jem duke bë një sebeb. Se kështu ti ka thonë domethënë këtij jasine, nuk jam unë që shëroj. Allahu Azza wa Jall është ai që shëron. Edhe absolutisht nuk guxon ky i tillë mu të ndos. Qofse vjen dikush me hedije, si në rastin konkret, edhe që faktikisht tash m'ja bën një farë rrafshi, m'ja zbukurua kjo atë sene që mos m'ja prish atina. Përkundrazi, sado që mundet me konë të ndimet e joshit e kësaj dënjaje, qoftë ajo pasuri, qoftë ajo diçka tjetër, atë në sene ai i cili thjesht e Zoti e ka nderuar, e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, edhe ja din madhështinë e Allahut Azza wa Jall, edhe din se çdo gjë në dorë tina, edhe din se realisht kjo është vetëm e bëni sebeb, por asgjë më tepër duhet me treguar të vërtetën, edhe me thonë se kjo është prej Allahut Azza wa Jall. Mirë po, qofse don Zoti që përmes tina më ndodh kjo mrekulli, atër prish punë me shfrytëzu që mi bë davet, që mi thirrë te Allahu Azza wa Jall që i ka thonë këtina beson Zotin. Qofse do më shëru, beson Zotin. Kjo është domethënë thirrja që duhet me pas secili domethënë që domethënë Allahu Azza wa Jall i ka dhënë mirësi. Edhe mjeku si mjek. S'po flasim nga se i ka domon hoxhallar që frynë, që bojnë rukje, domon me Kur'an e kështu, po dhe mjeku si mjek, që Zoti e nderon mi bë disa sebepe, që mu shëru me lejen e Allahut Azza wa Jall një smut. Është mirë me shfrytëzu dhe mos mi atribut vetes me thonë se sa i shkath thjemon, edhe çka bën unë s'bën kërkosh e kështu me radhë sene, po mi tregu se unë veç jam të kryej sebepe, Allahu Azza wa Jall është ai i cili të shëron. Unë domunim trajtimin e Allahu e bën shërimin. Mirë po, me e shfrytëzu këtë mirësi dhe me të fol pacientëve me tregu optën se me kon njeriu gjithmonë mirënjohës ndaj të mirësive që i ka pe ty edhe shëndetin, se Zoti domon sprovon me to, ta merr edhe kështu me radhë, po gjithmonë njeriu duhet me kon falendërues. E nëse ta kthen pasi që të ka sprovuar me to, duhet dyfish me kon mirënjohës apo në sene se pe din se çka është mos me pas këtë domethënë këtë mirësi, këtë shëndet e kështu domethënë më radh. Mirë po, çështja është se ky djali ka bë disa sene të veçanta, që thash nuk i ka bë as meksia së kohë, as meksia e tanishme, mja kthy të verblet syrin, shikimin, mja kthy domethënë të folit me mecin, lebrozin me shërua e kështu me radhë, të na në shariatin tonë quhen keramate, domethënë janë çështje të jashtëzakonshme që zakonisht nuk i mundën me bën njerëzit, mirë po që pas tyre vërtetohet profetësia e pejgamberëve, e vërteta me cen kanar pejgambert, domethënë qoftë Muhamedi sallallahu apo pejgambert domethënë më hershëm, siç është rasti domosë ky ka qenë thash pasuesi e Isës alayhis salam, edhe domethënë ndoshta nevoja që ndonjëherë ka që ky personi Allahu Azza me përforcu me argumente që m'ja dëshmue para njerëzve të kotës se vërteta nuk është me ta, po e vërteta është me këtë pasuesin e mësimeve të Kuranit dhe mësimeve të pejgamberit edhe pejgamberëve domethënë për gjithësi. Dhe ka çka më fol domethënë ajo dallimi mes se çka është mes mrekullisë pejgamberëve edhe këtyre kerameteve që i Allahu Azza wa jep njerëzve si pasues, domethënë thjesht ato kerametet mucizatet e pejgamberëve janë mrekulli që Allah veç pejgamberëve ja jep, me to i sfidojnë domethënë me treguar se këta janë të vërtetë dërguar të Allahut Azza wa Jall, nësa kerametet janë me vërtetue vërtetësinë e pejgamberëve të mëhershëm edhe nevojën që ka personi domethënë në fjalë që Allahu Azza wa Jall e nderon atë. Tash ky këshilltari po vjen te mbreti, mirë po që e thojmë na po vjen shnoshë mirë, po sheh, ju kthy të pamrit, shikimi. E tash po e pyet mbreti se çka ka ndodhur. Çka u bë sebeb? Thot Zoti më shëroj. Thot e ki fjalën unë. Thot jo Zoti im dhe Zoti yt. Se thash, më thonë kë mbreti çka arritat
dhe më thonë kërënetësinë e madhe, si faraoni që ka thonë ana rabbukumul a'la, unë jem Zoti juaj i madh. Edhe ky të njëjtën, dhe më thonë kategori ka mri që me mendu që këtë njerëzit i ka rob, e ai është Zoti, dhe më thonë që faktikisht e ka punën e tyre në dorë, e fatkeqësisht ka kohë pas kohë kësi njerëz, dhe më thonë kërëneq, dhe më thonë arrogant, që nashta nuk e thojnë me fjalë që ka thonë kë, por realisht veprat e tyre, dhe më thonë dëshmojnë se realisht atë dhe më thonë kërënetësi e kanë arritur. Mirë po, kjo thotë Zoti jem edhe Zoti yt, e tash prej nga e more këtë tash, asë jam në Zoti yt, jo Zoti jem dhe Zoti yt, e atër kush për të informon a ideali. A ideali ishte njohur për mbretin se thjesht ishte duke mësuar zanat të magjistari i pallatit mbretëror. Faktikisht pej fillimit kemi treguar se mbreti, magjistari kërkon nga mbreti me aqunin nxënës të ri që me trashëguar këtë zanatën e magjistarit të ai. Edhe faktikisht ky mendon që realisht ka mësuar te magjistari edhe e thirra djalin. Se domthon po ndodhen edhe i ke bërë këto punë kështu me radhë, a mos i ki nga magjia. Edhe njëjtën ja konfirmon edhe ai se s'janë nga magjia, po nga Allahu Azza wa Jall. E masandej e torturon këtë djalin, e ky djali pej torturës të madhe tash tregon pe ku na ka mësu, edhe tregon se ka mësuar pej djetarit, e që këto thojnë djetarët, ky djali sa i ka qenë i ri, po ka qenë mendje mpret, ka qenë edhe i devotshëm, ka qenë edhe me iman të fortë. Po zë më thonë që qofë se je i tillë duhet me konë perfekt dhe mos me pas asnjë dobësi. Se edhe kë, kër u dobësu pej torturave, ka treguar se pe kujna e ka mësu. Edhe e ka qitë që e thënë në shesh mësusin e vetë djetarin, e masandej e kanë marrë edhe djetarin, edhe faktikisht ka filluar tash presioni edhe tortura ndaj djetarit, derisa, dhe më thonë, është kërkuar që më u kthy edhe s'ka vazhduar në bindjen e tina, deri sa thojnë e kanë marrë me sharë edhe e kanë prej përgjys prej kokës të poshtë trupin, edhe këtë e ka informuar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë ardhur në anku shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te pejgamberi sa se çka jem duke përjetuar nga domethënë mushrikët politeistët e Mekës, pej torturave dhe dënimeve që po na shkaktojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka marrë shembullin e këtij populli, e këtij dietare dhe pasuesve të këtij djalit më vonë, që ka thonë kanë pas njerëzit i kanë hap hendeqet, edhe thjesht i kanë marrë, i kanë prej me sharë për gjys, i kanë marrë me kreher, domethënë të hekurit, ja u kanë shkull, domethënë mishin prej eshnave, edhe kjo nuk i ka domethënë zbrapsë prej fesë dhe prej të vërtetës që kanë qenë, mirë po ka thonë jo jeni popull të cilët domethënë po nguteni. E tash po që po du me lidh me këtë qëndrueshmërinë e dietarit deri në vdekje, me atë fjalën që tha mos i trego kërkujna. Sun spelipi sprovën. Ama kur sprovohna, lypi domon pe Allahu ta xhelm më sabër dhe durim, edhe domon me kon i qëndrueshëm në atë. Edhe e ka dhënë provimin, se ka thonë pe frikës. Qofse njeriu në fillim nuk i kërkon sprovat, nuk do të thonë që e frikacak, po je i mençëm dhe je urtë e ka kuptuar fen drejt. Mos me i lyp sprovat edhe me i hallakat. Ama kur sprovohesh, jashtë asaj domethënë kompetenca tua, kur fat dorë s'ka pas ky dietari. Faktikisht presionin ndaj djalit, presionin fillimisht ndaj këshilltarit, u bë në mënyrë zinxhirore, ka qit njëri tjetrin apo në sene. S'ka pas kur fat dorë ky nat sprov. Ama kur është provue, ka qëndru si burrat, u prej përgjys me sharë, edhe domethënë nuk u zbrapsa, nuk e ka lënë domethënë këtë çështje. Kështu ka ndodhur me dietarin, kështu ka ndodhur edhe me këshilltarin e mbretit, e që kjo tregon se mbretërit domethënë janë njerëz të epshëve, nuk kanë kritere, nuk kanë burrni, njerëz të afrojnë në bazë kriterit të epshit, përderisa thjesht ti je të më shërby interesave të mia, unë domethënë edhe të bëj vezir, edhe të bëj ministër, edhe të bëj këshilltar, kështu me radhë. Për një domethënë që thjesht bën desh me interesat edhe epshit e mia, nuk ka kur fare vlerë, edhe të hedhë edhe ndoshta i parit që e pson dënimin e jetë,
edhe ky ka qenë domethënë këshilltari tina, edhe kështu domethënë ka ndodhur. E myt dietarin, e myt këshilltarin e vet, tash po mbetet djali. Djali më i ri. Mbretërit gjithmonë shkojnë atë logjikën se kjo është më i ri. Kena investuar në ta. Domethënë nuk është që se dim na kohë që jem të trajnuar, domethënë përmes magjistarit. I ri ka mundësi domethënë që ndron, edhe faktikisht nuk i ka të pjekur ato idet si dietar dhe si këshilltar apo nëse. Tash po mundohet me josh se i ke mësuar te magjistari kështu me radhë sene, derisa e shet që faktikisht nuk ka domethënë rrugë me to, edhe e merr domethënë edhe e çon me e dënu. E harrum një meselë. Meselja se ky dietari është ekspozuar mu ekzekutu. Edhe ato mu prej me sharë, e nuk u zbraps. Ndërsa në shariatin ton, lejohet në kësi raste mu zbraps. Edhe ka ardhë, dhe më thonë, në jetë kuranor, illa men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Përveç ai i cili, dhe më thonë, detyrohet, ndërsa zemrën e ka qetë me iman. Ka zbritur për një shok pejgamberit sa Ammar bin Yasirin, ku ja kanë myt babën dhe nonën, e ata syn të rjek, e syn zbraps, ky u dobësu, edhe ka thonë shaje Muhammedin distancohet, diferencohet për festina, ky pej torturës madhe u diferencu mirë, po zemra tina u kon kej ndryshe. Edhe pejgamberi sa më ka thonë që nëse ata kthehen te apet bën ashtu. Ato thonë dietar çish me bashku çito me këtë që ka vepruar dietari që realisht është ekzekutuar edhe në formë më të keqe. Mon që thjesht me kon që thëmë na i bret për këtë tjertë, shembull që sysh ku mu dënua i cili nuk dhe më thonë i bindet bretit, edhe nuk o të rjek. Djetarët i kanë dy, dhe më thonë, spjegime i parë thonë se ndoshta këtë letësim që shrekim në umetin tonë, nuk e kanë pas umetet tjera, përpara se na e dim që në generale, fetë si fetë jenë këtë njësaj, këtë rrësin në besim në Allahun Azza wa Jall, në besim pejgamberët, në besim ditën e gjykimit dhe me kështu me radhë, mirë po ka dispozitat caktuara që realisht ndryshojnë vendi pejgamberët e kështu me radhë, e ndoshta ky lehtësim që është te na nuk ka qenë te ta. Kjo është një prej komentimeve që ja bojnë dietarët. Komentimi i dytë që thënë dietarët është se kjo zbrapsja ka qenë edhe te ata edhe te na. Po zbrapsja bëhet pe aty që nuk janë lider. Që edhe qofse ai lëshon pe, e ka imunën atë sprish punë, ama e kon lider që ju udhëhec, që njerëz të pasojnë, që njerëz që i thojmë na me fletë, me laps që në të prit, çka je të bo, e me të marë si shembull, realisht këtë rast, thojnë nuk lejohen e dietari ka qenë pej tyne. Rast tjetër ka ba edhe në botën tonë islame. Imam Mahmedi ka qenë një pej dietarëve që i thojmë tash me dhëbi Hambeli. Domthonë kryesuesi i këtij mëdhëbet ka qenë pej dietarëve të sunetet më të mëdhej. E ka pas një sprovë, domethënë në krijimin e Kuranit, sa Kurani i krijuam apo jo, a fjala e Zotit, e Kurani është fjala e Zotit, nuk ka dyshim. Realisht mirë, po është sprovuar prej Me'munit, halife muslimanëve, prej Mu'tasimit vllau tina, prej Wathikut, 3 xulefa, një pas një, edhe 3 e kanë torturuar, domethënë, edhe e kanë rrej, edhe ato domethënë gati që thëmë na me janë nxjerr shpirtin, saqë thojnë ka thonë Mu'tasimi, thuje bre një fjalë që e morë veten qafë dhe jetën tonë në qafë, për nëse sa ta thjesht një fjalë me nxjerr që me thonë po mbet deri se faktikisht ju bind mbretit edhe khalifës. Edhe s'ka pranu. Çat fjala se ka pranu me thonë. Nga se ka ditë pozitin çfarë e ka, çfarë autoriteti ka në umet, se me kanë bë me thonë Imam Mahmedi, e disa dietar më herët kishin pa shupe. Edhe ky me shupe, realisht e vërteta mos më morë në ashta vesh kur, për ata kanë thonë djetarët, Zoti e ka rujt këtë fe me 2 njerëz, e ka rujt me Abu Bekrin, kur kanë filluar me dezertu njerëz për islamit, me qëndrim në ti burnur, që u nalë si, që thëjmë në Siluan, dhe ju ka thonë, jaja, më në feja pejgamberi se ashtu që ka qenë, ka me vazhdu dhe në ditën e gjykimit, edhe i ka luftu çdo njeri që dhe më dhoni ka kundërshtu këtë realitet, edhe njeri i dytë që Zoti e ka mbrojt këtë fe, ka që ky Imam Mahmedi, që sot dhe më thonë u dërzua, su zbraps, mirë po thash, përshka këtë autoritetet edhe lidershipit që e ka pas, ndoshta edhe ky dietar në këtë rast është vra, me sharë,
u pre edhe nuk u tërhiq për shkak se çka i lejohet njerëzve të rëndëmt, s'do më thonë që i lejohet edhe aty në cilët janë lider, edhe të cilët janë pres, do më thonë siç janë dietarët apo njerëzit të cilët njerëzit i marrin për model dhe për shembull. Edhe tash po i merr këtë djalin pasi po tenton se nashta i ri, nashta zbutet, nashta ndrën qëndrim, nashta i joshëm, me sa ne po e sheh që edhe ky djali është, domethënë kam golës mbindjet e tina si dietare, edhe si domethënë këshilltare, po e çon tash njëherë në një kodër me daushtar, edhe thot kur shkoni atje në Alp hedhni pe i kodrës, e herën e dytë shkoni domethënë nanije. Se në herën e parë shkojnë, kur shkojnë atje domethënë ata dje ushtarët bin pe domethënë kodrës edhe ky pshton. Mirë, po ky e thot domethënë një dua rrugës, thot o Allah, domethënë hiç mi qafe ma çka dën ti. Ma që ti e din që domethënë mi jek qafe, mi jek qafe. E çto e marrin dietarët, thonë se përveç ajo që tregon se njeriu duhet me kon gjithmonë zemra tina dhe shpirti i tij në lidhje me Allahun Azza wa Jall, se nuk ka kush më të afërt që të bën zgjidhje se Allahu Azza wa Jall. E sidomos kur je në zor, e sidomos kur i lutesh atina. Ama çfarë lutën çka ka bë? O Zot, hiç mi qafe ashtu siç don ti. Që të kthejmë të mba zullum. Ama unë nuk përdori tash një dua që mundet me konë ma zullum se ata që janë të mba zullum. E këto është një mësim shumë i madh që duhet me pas kujdes njerëzit, se ka herë dikush jo të i ba zullum. Po kur janë nisë me ba dua kundër tina. E të pran e bën ma shumë zullum se ai që ka ba zullum fillim. Në rastin konkret e marr një shembull, qofse dikush ta vjedh një telefon. Edhe të lën keq. Nështë ashtë të shtrejt, nështë ki numra shumë, nështë ki kartat e bankës aty, kështë i fotografia aty, shumë sene, shumë zarar të ka ba. Po i shet dhe njerëz që janë nisin nështë menem, e malku, e Zoti ja që rrëftë sytë, e Zoti më se poftë që me po hajrë në shpit vetaj, e Zoti e bovë kështut, e dëmonë faktikisht be ta mërmenja që kush e di qëfar krimit madhë, a realisht këj djali i gjorë, këj njëri tash këtë ras, s'pe kuptan që kjo të bo mas zullum se qaj që ta ka vjetë telefonin. Pra atë e shetë dhe më thonë për Abdullah bin Mesudit, e ka pas një mësim shumë të mirë, kur dikush i ka marrë diçka pa leje, apo e ka vjedh. O Zot, thot, qoftë se ka pas nevojë për to, ja poft hajrin. Qoftë se s'ka pas nevojë, e ka pas zakon me vjedh, le të jetë puna e fundit, apo vjedhja e fundit që mundet me vjedh kjo, këta që më ka marrë mu. Se faktikisht edhe pse të bëhet zullum, zullumi nuk duhet me kthy me zullum. E në rastin konkret faktikisht se çështja e duas, mundesh me thonë o Zot, ktheja ashtu çysh din ti, o Zot, ktheja ashtu çysh e meriton ai, kështu me radhë, ama më janë tash ta ka bënë të keqe dikush, ajo keqe është të lokalizuar. E ti me thonë të lash Zoti thmin jetim, Allah ta dhohu pasunin, Allah të marr shëndetin, Allah mos ta dhash në pikë ujë në momentin e fundit të vdekjes. E ftuli far domon mallkime që e dinë që dëgjojmë ku pas ku për njerëzve, realisht njeriu duhet me pas kujdes se njeriu mund të bëj zullum, mirë po nuk duhet më ja kthy zullumin më tepër se ai zullumi që do ka bë. E fjalë më të mirë se ka Abdullah ibn Mesudit s'ka, qofse i ka vjet dikush ka thonë o Zot, qofse ka pas nevojë apo ft hajrin, e në qoftë se s'ka pas nevojë, le të jetë kjo e fundit ajo që vjedh më pe dikujna. Ndoshta këtu po përfundojmë që me përfunduar me vazhduan në ligjëratën e radhës. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.